burri që zbuloi programin më të madh të mbikëqyrjes në histori. Ishte thjesht një që kishte braktisur shkollën e mesme. Është viti 2013, Waimanalo, Hawaii. Një 29 vjeçar i kishte të gjitha. Një të dashur, një shtëpi në plazh, leje shumë sekrete me nësa anë. Por ditë pas dite, ai pa diçka që e bëri të sëmur. Qeveria amerikane që spiononte miliona njerëz, thirrje tuaja, emaile tuaja, kërkime tuaja, meta të dhënat, gjithçka e mbledhur në fshehtësi. Asnjë urdhër arresti, asnjë debat publik, askush nuk e dinte. Pastaj një ditë, ai mori një vendim. Ai shkarkoi 1.7 milion skedar të klasifikuar në një USB të vogël. Doli si çdo ditë tjetër, hipi në një fluturim për në Hong Kong, duke mbajtur sekretet më shpërthyese në botë brenda një çante shpine. U regjistrua në një hotel, duke e ditur se mund të mos e shihte më kurrë shtëpinë. Priti vetëm për 2 ditë të gjata. Pastaj kontaktoi gazetarët dhe u tregoi gjithçka. Dhe pa pritmas, bota shpërtheu. Titull kryesor kudo. Skandali më i madh i mbikëqyrjes me historinë moderne. Presidenti Obama e quajti atë tradhtar. Qeveria amerikane veproi shpejt. Pasaporta e tij u revokua ndërsa ishte në tranzit. Ai mbeti i bllokuar me një aeroport të Moskës. Për javë të tëra, ai priti në harres. Asnjë vend nuk do ta pranonte derisa Rusia t'i jepte azil. Vite më vonë, ai është ende në Moskë. Ai mund të mos kthehet kurrë në shtëpi. Djemtë që lanë shkollën e mesme dhe që rrezikuan gjithçka për të zbuluar të vërtetën, ishin Edward Snowden.